Përveç zemrës dhe mushkrive, pirja e duhanit më shumë se 20 cigare në ditë mund të dëmtojë edhe syt. Në këtë studim janë përfshirë 71 persona të shëndetshëm, 8 nga të cilët kanë pirë më pak se 15 cigare në ditë dhe 63 persona që pinin më shumë se 20 cigare në ditë. Pjesëmarrësit ishin midis moshave 25 deri 45 vjeç. Studiuesit kanë shqyrtuar mënyrën dhe nivelet e kontrasteve, dallimet delikate në mbrojtjen nga drita dhe ngjyrat nga një monitor CRT. Rezultatet treguan ndryshime të rëndësishme tek duhanpirësit në lidhje me shikimin e ngjyrave të kuqe dhe gjelbërt dhe ngjyrave blu dhe të verdha, i cili sugjeron se konsumimi i substancave kimike të tilla si ato të përfshira në cigare mund të shkaktojnë një humbje të përgjithshme të vizionit të ngjyrave. Studimet treguan se duhanpirësit e rëndomt kanë një aftësi më të reduktuar për të dalluar kontrastet dhe ngjyrat sesa jo duhanpirësit, edhe pse kërkimi nuk jep një shpjegim filozofik për rezultatet. Ekipi shkencëtarëve thekson se nikotina dhe tymi dëmtojnë sistemin e enëve të gjakut si dhe retinën e syve.